një nga dare po të qarta në vizë dy zbulesave, asaj biblike të krishterë dhe asaj të Kuranit në Islam, është mënyra dhe natyra e komunikimit të Zotit me njeriu. Bibla na paraqet një Zot që flet, jo një Zot që fshihet pas përshpëritjeve. Në të gjithë narrativën biblike, kur Zoti ka një mesazh, ai jetë me një herë të qartë dhe pa zgjatime. Engjëjt kur shfaqen nuk janë burim në fjalës, por lajmëtar të saj. Ata nuk qëndrojnë me dekada, nuk predikojnë doktrina, nuk shkruajnë libra. Ëngjëlli Gabriel, i njohur nga të dyja besimet, shfaqet vetëm një herë duke i folur Marisë për lindjen e Jezusit. Ëngjëjt që paralajmërojnë Abrahamin dhe Lotin për shkatërimin e Sodomës, qëndrojnë me ta vetëm për një ditë e një natë. Ëngjëlli që shiron pjetën nga burgu vepron brenda disa minutash. Kur Zoti vendos të shpall ligjen e tij, ai nuk do të bëjë një ëngjëll, por zbret vetë në malin Sinai duke folur me Mojsiun 40 ditë e 40 net, jo me ndërmjetës, por drejt për drejt, siç Bibla konfirmon. Zoti e fliste Mojsiut ball për ball, ashtu siç flet dikush me mikun e vet, dhe ku mbaroi së foluri me Mojsiun në malin e Sinait, Zoti i dha dy rasat e dëshmisë, rasat e gurit, të shkruara nga vetë dora e Perëndisë. Nëse krahasojmë Biblën me pretendimet e Kuranit në Islam, ku thuhet se Muhamedi mori zbulesën nga Xhebraili apo ëngjëlli Gabriel për 23 vjet, shohim një kontrast të thellë. Në Kuran, fjala nuk vjen nga Zoti drejt për drejt. Ajo thuhet se vjen nga një ëngjëll varg pas vargu, pa një thirrje të menjëhershme, pa një shkrim hyjnor nga dora e Zotit. Madje vetë Muhamedi nuk dinte të shkruante apo të lexonte, siç pretendohet në Islam. Sipas traditës muslimane, ai e dëgjonte, e recitonte, të tjerë mësuar përmendesh dhe disa e shkruan më vonë. Atëherë, ku është autori hyjnor në këtë proces? Ku është zëri i Perëndisë? Zoti nuk ndryshon, nuk e përsërit veten për vite me radhë, nuk i jep një zbulesë me faza një njeriu të paditur. Ai flet vet, ai shkruan vet, ai është fjala vet. Madje apostulli Paul na paralajmëron. Por, edhe sikur dikush nga ne apo një ëngjëll nga qielli që predikonte një ungjillim të ndryshëm nga ai që ju keni predikuar ne, qoftë mallkuar. E mos u çuditni, edhe Satani hiqet si ëngjëll drite. Atëherë pyetja bëhet thelbësore. A është fjala e Zotit një zbulesë që zgjat me vite, që vjen me ndërmjetës dhe mbështetet në kujtesë njerëzore, apo është zë i drejtë për drejtë që zbret me autoritet dhe që nuk ka nevojë të përsëritet? Zoti i Biblës, vetë Perëndia Jahue, nuk i beson askujt tjetër zbulesën e tij, as njeriu, as ëngjëllit. Ai është Perëndia që flet vetë, ashtu siç apostulli Gjon shkruan, dhe fjala u mishërua dhe banoi mes nesh, dhe emri i tij është Jezus Krisht.